Në Kosovë ditëve të fundit janë ngritur shqetësimet lidhur me përmbajtjen e lartë të aflatoksinës në qumësht, një substancë helmuese që krijohet nga kërpurdha të caktuara në ushqimet e kafshëve. Deri më tani Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka bërë të ditur se ka ndaluar disa lloje të prodhimeve të dyshimta në bazë të rezultateve të para të analizave. Zyrtari për informim i kësaj agjencie, Lamir Thaçi, thotë se gjendja momentale e sigurisë së qumshtit në Kosovë është nën kontroll. Qumshti i cili gjendet në treg për konsum është plotësisht i sigurt, këtë bazojnë në analizat që ne kemi kryer, ndërsa pjesa tjetër është duke qëndruar e bllokuar dhe nuk do të dalë në treg deri të vërtetohet gjithçka mbi gjendjen shëndetësore të secilit produkt veçeves. Do të thotë tani masa e nivelit kontrollit lart parasheh që secila ngarkesë, secila seri e prodhimit nga secili prodhues, qoftë i rajonit apo edhe vendor, do të testohet dhe vetëm atëherë kur gjithçka është konfirmuar në bazë të argumenteve do të lejohet për konsum të brendshëm. Zoti Thaçi thotë ndërkaq se deri më tani probleme nuk janë shfaqur tek prodhuesit vendas të qumshtit. Ai thotë se agjencia i kontrollon prodhimet vendore në të gjitha proceset. Përmes detektimit lëndën e parë, pamundësojmë që gjitha vetë produkti i qumshtit që është për treg edhe nën produkte tjera të qumshtit të jenë të kontrolluara, sepse aflatoksina nuk është problematik që lind nga defektet në prodhim apo në kontroll apo në tjera, është diçka që vjen përmes lëndës parë. Edhe Ramadan Memaj, kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshtit, shoqatë që përfaqëson rreth 90% të prodhuesve të Kosovës, thotë se qumshti vendas është i sigurt pasi që u nënshtrohet kontrolleve të vazhdueshme. Qumshti i Kosovës analizohet rregullisht, ju nënshtrohet analizave edhe fiziko-kimike edhe mikrobiologjike, edhe ato falin ndihmë të madhe që USAID ka bërë për Kosovën, në këtë rast për Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit, dhe falë këtij një donacioni që kemi pas nga USAID, do të thotë në Kosovë sot vepron një laborator më modern në regjion dhe rezultatet e këtyre analizave do të thotë janë shumë të sigurta. Zoti Memaj ndërkaq bën thirrje për siguri shtesë në kufijtë e Kosovës për të parandaluar importimin e qumshtit të infektuar. Ne jemi në një kohë kur produktet do të thotë të cilat janë evidentuar disa prodhime në vendet përreth janë evidentuar me përmbajtje të shtuar të aflatoksinës dhe kemi informacione që këto ushqim janë duke u tërhekur nga fermerët. Mendoj se është koha që të kemi një kontroll të shtuar në kufijtë e Kosovës për faktin që këto produkte mund të infiltrohen dhe të vinë në Kosovë. Organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve ndërkaq kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe kontroll të vazhdueshëm. Gjatë kësaj jave, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës vendosi largimin nga tregu të disa llojeve të qumshtit nga rajoni si prodhimet faz dhe primalat me origjinë nga Shqipëria, qumshtin megle dhe ato cot me origjinë nga Bosnia dhe Hercegovina dhe qumshti dukat me origjinë nga Kroacia. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.